Një keqkuptim i vogël në media ka mjaftuar për të ndezur një debat të madh ndërkombëtar, por kryeministri Edi Rama sapo i ka vendosur kapakun. Pas lajmeve se marrëveshja për refugjatët me Italinë mund të përfundonte në vitin 2030, Rama ka reaguar me një deklaratë që ka bërë xhiron e rrjetit. Gjithçka nisi nga një intervistë e ministrit të jashtëm për Euroaktiv, e cila u interpretua si një paralajmërim për mbylljen e qendrave të emigrantëve pas pak vitesh. Por sapo zhurma u bë e madhe, Rama ndërhyn personalisht për të sqaruar pozicionin e Shqipërisë. Përmes një postimi në X, Rama u dha përgjigje gjithë gazetarëve italianë dhe ndërkombëtar. Ai deklaroi se protokolli për qendrat në Gjadër dhe Shëngjin nuk ka një datë skadence të detyrueshme, por do të mbeten në fuqi për aq kohë sa Italia do ta dëshirojë këtë. Ky mesazh besnikërie nuk ka mbetur pa përgjigje nga Roma. Kryeministra italiane Meloni ka reaguar menjëherë duke shpërndar postimin e Ramës me një mesazh të shkurtër dhe miqësor. Faleminderit Edi. Me këtë lëvizje, Tirana dhe Roma zyrtare konfirmojnë se marrëveshja e shumë debatuar është tashmë një pakt pa afat, duke sfiduar të gjithë skeptikët që parashikonin një krisje mes dy vendeve.